Mëngjesin e së dielës, mijëra besimtar musliman lushnjar u mblodhën për faljen e namazit të Fitr Bajramit në sheshin para bashkisë, duke përfunduar muajin e Ramazanit, muajin e agjërimit, përkushtimit dhe reflektimit shpirtëror. Falja e namazit filloi në orën 7:30 dhe drejtohej nga imami Alban Kuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Myftiu i rrethit Lushnjë, Gramos Bliku, uroi besimtarët për Fitr Bajramin, duke theksuar se besimtarët duhet të zbresin nga shkalla e krenarisë në atë të modestisë. Krijuesi i gjithësisë na thot në Kur'anin Fisnik: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që besuat, ju është bërë obligim agjërimi i një muaji, ashtu siç ishte obligim dhe për ata që ishin përpara jush, që të bëheshit dhe të bëheni më të devotshëm. Gëzuar për shumë vjet Fitr Bajramin, Allahu pas pranuar gjithçka që keni bërë për të. Më pas festa vazhdoi me vizitat në xhaminë e qytetit, ku përfaqësuesit e dy forcave politike, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, uruan besimtarët për Fitr Bajramin. Përfitoj nga rasti të uroj gjithë besimtarët musliman gëzuar festën e Fitr Bajramit. Kjo ditë e bekuar të sjellë paqe, mirësi, begati për gjithë shqiptarët kudo që janë. Urojmë gjithë besimtarët musliman kudo që ndodhen, gëzuar Fitr Bajramin, sakrifica të pranuara dhe një agjërim të pranuar. Paqe, begati e mbarësi për gjithë familjet shqiptare. Uroj gëzuar të gjithë besimtarëve musliman, gëzuar Fitr Bajramin. Zoti pas pranoft të agjërimin, vjen mas këtij muaji të shenjtë të Ramazanit. Inshallah sjell të mbarësi dhe begati në shpirtrat e gjithë besimtarëve. Gjithë besimtarët muslimanë dhe për gjithë qytetarët lushnjar gëzuar Fitr Bajramin, Zoti ja pranoft agjërimin edhe mbarësi në familjet e tyre. Faleminderit që në këtë ditë kaq të bukur jeni pranë Myftinisë Lushnjë për të përçuar mesazhin e urimit të gjithë besimtarët lushnjar, por jo vetëm. Zoti krijuesi i gjithësisë, pas të pranuar agjërimin tuaj, adhurimet tuaj, sakrificën tuaj, gëzuar për shumë vjet mirësi dhe begati, sjellët i madhi Zot në familjet e çdo lushnjari, por jo vetëm.